Okej, unë tash kam përgatit i loj interesante për Idri njerëz si fillim dhe e di që Idri ka për ta pasu te Mandi. Për ta bëj çik më fan edhe më qef. Bëjmë çik gallat. Fundin. Okej. Idro unë kam përzgjedh disa producenta, do të t'i jap në një rënditje random dhe do ta shohim kush do jetë producenti më i mirë për mendimin tatë. Si mas lojes. Pra unë do të përmend një emër dhe një emër tjetër dhe mes tyre dy emrave do zgjedhësh një dhe kështu vazhdoj me radhë. E gati. Gati. Ta gjej mirë sa të vi radha aty dhe gjej për qefi e rit. Po. Okej. Ta shohim mirë të eksperimentojmë. Gati Idro. Si fillim 808 Mafia dhe Skrillex. 808 Mafia. 808 Mafia, okej. 808 Mafia apo Mike Dean? Mike Dean. Mike Dean apo Mike Will Made It? Mike për Mike. Mike Dean. Mike Dean. Mike Dean apo Weezy? Weezy Mike are here. Dean, ke fut një legjendë bro. Okej, Mike Dean apo Metro Boomin? Po the Metro Boomin. Pa, pra se si ishte dha që vështirë. Pa mos edhe Mike është nivel tjetër, por nuk. Po t'ishe ti 40 vjeç. Dominacionin nga këto, a kupto, ka shumë vite experience, shumë. Okej, Metro Boomin apo Boy Wonder? Metro Boomin want some more. Okej, Metro Boomin apo Mustard? Metro. Metro apo DJ Khaled? E di që vdes për DJ Khaled, e ke fiksim. Normale ajo punë, po se ndroj dot Metron. Shumë i përpikt në çdo gjë. Metro Boomin apo Benny X? Metro vazhdon të mbaj qëndrim. Metro apo Zeytoven, baba Metros? Metro, okej. Metro apo Dr. Dre? Këtu e ndroj. Këtu është Dr. Dre. Tu është Dre, Dr. Dre apo Timbaland? Dr. Dre. Dr. Dre apo Take Keith? Kota thash që tash dihet që Dr. Dre është se kur se ndrove me Timbaland se ndrona herë me Take Keith. Okej, pra Idri zgjedh doktorin. Pra ky është producenti joti preferuar nga këto që të përmenda. A ka marrë në një? Po nëse kishe për ta ndruar Dr. Dre, kush do ishte? Nuk e kisha ndruar se me thon drejtën fiks ka dal Dr. Dre e kam preferuar top 3 është patjetër, mos them është njëshi i pa diskutueshëm për mua. Okej. Influence, do të thon soundi edhe gjonat që unë e ndjek. Okej, perfekt. Edhe me që më pyet edhe mua Idro, un jam për Metro, me thon drejtën. Në top 1. Po. Nga këto që përmenda. Është nice. Okej, unë di që i ke bëj listë shumë interesante skërtit me atestuar shihet. Po unë kam bëj lojt paka shumë i lloj, domethënë. Po e kam bëj me rappers. Me rappers çfarë? Me rappers Amerikan. Ti do t'i ngjosh amerikan, europian. Ta shohim mirë, kë njeh, kë pëlqej, kë s'pëlqej nga këto. Gati. Hajde. Atëherë. Pyetja e parë. 50 Cent apo Pop Smoke? 50 Cent. Aje ka Pop Smoke-un. E vërtet. 50 Cent apo Central C? 50 Cent. 50 Cent apo Morad? New School. 50 Cent, bro. Po, sa është shihet e mia më shumë 50. 50 po. 50 Cent apo Travis Scott? Pa qa Travis Scott e do të thotë. 50, bro. Normal e punë. 50 Cent apo Baby Gang? 50. Baby Gang është super, po 50. 50 Cent apo Eminem? Eminem, bro. Eminem apo Ice Cube? Eminem. Eminem apo Jul? Jul. Edhe Juli po ta pyesësh Eminem të thotë për. Po mirë, po do mërziten disa njerëz tu, po s'është problem. I shoku jon do mërzitet. Juli na çoj shumë për momentin edhe është artisti normal se fresh preference. Jul apo Capital Bra? Jul. Jul apo Ninjo? Jul. Jul apo AZ? Jul. Jul apo Skepta? Skepta, bro. Wow. Se priça fare kët. Skepta apo Lakrim? Lakrim. Lakrim apo Snoop Dogg? Lakrim. Lakrim apo Kodak Black? E fundit kjo. Lakrim. Ku nisëm me ku përfundum nuk e pritja kur ta marroshe me Lakrimin këtë muhabet. Lakrimi është shumë fort.